Vjen Arkimi, godita me kokë dhe shënon ekipi I Pesës Parazon rezultatin në një moment pas sigurie. Ose edhe një tjetër Disfrashri. Vjen Arkimi, godita me kokë, shënon ekipi I Pesës. Kalon avantazh në minutën e 37 me Patrik Nonaton. Defesa e lojtarëve të Pesës ishte një aksion shumë I mirë I kap. Goxha shëndeshma këtë zbritje dhe Nonato kalon në avantazh ekipin e Pesës në një moment pa kujdesie, një moment për gjumje në mbrojtjen e Kastriotit bën Dudu topi gjati me Sushorit. Nonato, goditja e Nonatos dhe përfundon në rjetë. Parazohet rezultati sëririsht e që në prodësi. Top gjatë ti në zonë Petrik Kreca shoj një pasimi dhe në zonë Nonato. Shumë eksperiencë do koshojmë gabimin e Kaloshit dhe Nonato I cili kalon avantazh ekipin e Pesës. Edhe një tjetër avancon Olivera mjaft mirë shpëton mbulimet të 2-3 lojtarëve. Pasimi për tek Nonato tek Dapo kapsi në këtë duel 1-1 me Bolanjos. Dapo Arjan Mema shumë I nervozuar për atë pozicion të pa rregullt për Ale Demon. Nonato goditja ti mjaft mirë dhe nga ana e Razak Nonato. Kjo goditje Tjetër Marinaj ka për pasim me të ston topi tek Gjinaj. Nonato brenda zonës. Nonato Sit me 30 ndeshje dhe një shifër e madhe për Don Razën. Nonato shko ma gjajtë zguro me ekipi I Pesës 16 ndeshje ka marrë. Ndërkohë Travabia Bengu shkon rreth në klubin gabuar në kohë ka Jurgen Goxha. Dribloj Berberi të top të gjatë tek Nonato. Razak Zbahiu. Nonato brenda zonës. Nonato te Olivera. para gjysmë ndësime gjithashtu edhe ekipi I Pesës duke larguar Oliverën dhe Migonen. Talek dhe Dudu. Sa I përket realizimeve në transferit ekipi I Pesës ka shkuar Diavara por ky I fundit ka rritur të pasur saktë Mehmet, Migone, Nonato, Spahi në këtë tribut.
Nonato, e mban topin Nonato. Nuk po beson më tek ekimi i tyre. Në fundit e habloj në krahun e djathtë Vendri Greca. Hakimi i Grecës me këmbën e majtë. Nonato.